Edi Rama dhuron 4.000 euro për familjet në nevojë. Në një lëvizje që ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe medias, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka njoftuar së fundmi dhurimin e 4.000 eurove për familjet në nevojë. Ky veprim vjen në një kohë kur vendi po përballet me sfida të ndryshme ekonomike dhe sociale, duke u përpjekur të rimëkëmbë ekonominë pas goditjeve të pandemisë COVID-19 dhe tërmetit shkatërrues të vitit 2019. Dhurimi i kryeministrit Rama është parë si një gest simbolik, por edhe si një thirrje për solidaritet ndaj shtresave më të prekura të shoqërisë. Fondi prej 4.000 eurosh, sipas burimeve zyrtare, do të shpërndahet midis disa familjeve të identifikuara si veçanërisht në nevojë, duke u fokusuar kryesisht në zonat rurale dhe periferike të vendit. Ky veprim ka ngjallur reagime të ndryshme në opinionin publik. Mbështetësit e qeverisë e kanë cilësuar si një shembull të përgjegjësisë sociale dhe angazhimit personal të kryeministrit ndaj qytetarëve në vështirësi. Nga ana tjetër, kritikët kanë ngritur pyetje në lidhje me burimin e këtyre fondeve dhe nëse ky gest është mjaftueshëm për të adresuar problemet e thella ekonomike me të cilat përballen shumë familje shqiptare. Ekspertët e ekonomisë dhe çështjeve sociale kanë theksuar se, ndërsa çdo ndihmë është e mirëpritur, është e nevojshme një strategji më e gjerë dhe afatgjatë për të luftuar varfërinë dhe pabarazinë në vend. Ata sugjerojnë se qeveria duhet të fokusohet më shumë në krijimin e vendeve të punës, përmirësimin e sistemit arsimor dhe shëndetësar, si dhe në zhvillimin e programeve të qëndrueshme të mbrojtjes sociale. Procesi i shpërndarjes së këtyre fondeve pritet të jetë transparent në Ministrinë e Mirëqenies Sociale, që do të mbikëqyrë identifikimin e familjeve përfituese dhe shpërndarjen e ndihmës. Kjo lëvizje vjen gjithashtu në një kohë kur qeveria po përpiqet të forcojë sistemin e mbrojtjes sociale dhe të zgjerojë mbulimin e skemave të ndihmës ekonomike. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.